Sa po ka dalë në qarkullim botimi më i ri, Doktor Sali Kurti, ikona e stomatologjisë shqiptare, një vepër biografike dhe publicistike e autorit Hamdi Yusuka. Libri vjen si një dëshmi e plotë dhe e detajuar e kontributit gjysmë shekullor të Doktor Sali Kurtit, një prej figurave më kontribuitive të mjekësisë dentare dhe një humanisti të palodhur, i cili u bë model suksesi duke ndërtuar karrierën e tij mbi përullësinë, dashurinë për profesionin dhe ndjenjën e thellë të përgjegjësisë sociale. Ky botim është një mozaik emocionesh, kujtimesh dhe vlerash që synon të mbledh në një vend të vetëm vlerësimet e panumërta dhe copëzat e historisë që i kanë shoqëruar mjekun stomatolog Sali Kurti, duke u kthyer në një model referimi. Vepra është e ndarë në 3 pjesë thelbësore, duke nisur me rrugtimin e tij personal dhe profesional. Pjesa e parë përshkruan nisjen e vështirë nga fshati i Karis i Matit dhe transformimin e ëndrrës së tij në një klinikë dentare private, Mat Dental. Libri thekson filozofinë udhërrëfyese të Doktor Kurtit. Suksesi vjen duke jetuar me veprat e të tjerëve, duke gjetur kështu mirëkuptimin dhe mirënjohjen e popullatës, veçanërisht asaj të rrethit të Matit, të cilës i ka shërbyer me përkushtim. Pjesa e dytë e këtij botimi kushtohet njohjeve dhe titujve të lartë që ka marrë Doktor Sali Kurti. Ndër më të rëndësishmit është titulli Mjeshtër i Madh, akorduar nga Presidenti i Republikës në vitin 2017 për kontributin shumë vjeçar dhe profesionalizmin e lartë. Vlen të përmendet edhe nderi si akademik nga Bordi i Akademisë Shqiptaro-Amerikane të Shkencave dhe Arteve në New York, i marrë së fundmi në vitin 2024, si dhe titulli Qytetar nderi, të cilët dëshmojnë lartësinë e karrierës së tij. Pjesa më voluminoze dhe më prekse e librit, Doktor Sali Kurti, ikona e stomatologjisë shqiptare, është pjesa e tretë, e cila sjell një përmbledhje të gjerë shkrimesh, intervistash dhe reflektimesh të njerëzve të ndryshëm, duke nisur nga gazetar, miq, kolegë dhe pacient. Këto dëshmi zbulojnë portretin e një mjeku që përpiqet të mjekojë jo vetëm dhëmbin që dhemb, por shpesh edhe dhimbjen që stregohet me fjalë, atë që i rëndon shpirtit. Një gërshetim ky i cilësisë profesionale me fisnikërinë dhe humanizmin e tij. Doktor Sali Kurti, ikona e stomatologjisë shqiptare, është më shumë se një biografi, është një vepër që u ofron lexuesve një model të denjë frymëzimi, duke nderuar një jetë të tijën, të ndriçuar jo vetëm nga dija shkencore, por edhe nga drita humane e empatizmit dhe altruizmit. Ky botimi i Yusukës tashmë gjendet në qarkullim dhe pritet të shërbejë si një referencë historike për brezat e ardhshëm.